Greta, të përshëndes, çfarë detajesh na sjell, çfarë pritet të diskutohet dhe të vendoset lidhur me këto kërkesa të bëra dhe nga Partia Demokratike? Genta, të përshëndes, në orën 11, Kolegji Zgjedhor këtu në Gjykatën Administrative të Apelit do të nisë edhe shqyrtimin e 4 ankesave ankimore të Partisë Demokratike për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në 4 qark, që përkatësisht në qarkun e Lezhës, të Gjirokastrës, të Kukësit dhe të Korçës. Në fakt, ky ankimim i Partisë Demokratike vjen pasi Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve i rrëzoi kërkesat e tyre për pavlefshmëri dhe ripërsëritje të zgjedhjeve, duke i parë, po themi, provat e tyre të pabazuara në ligj, por edhe me argumentin se nuk ishte asnjë provë konkrete që mund të çonte në cënim të procesit zgjedhor, po ashtu edhe në shpallje të pavlefshmërisë apo edhe në ripërsëritje të zgjedhjeve të 11 majit. Në orën 11 është parashikuar po themi shqyrtimi i qarkut të Lezhës, në orën 12 shqyrtimi i qarkut të Gjirokastrës, në orën 13 shqyrtimi i qarkut të Kukësit dhe në orën 13:30 do të jetë qarku i Korçës. Duhet të theksoj, Genta, se ky është edhe organi më i lartë zgjedhor, i cili në rast se ditën e sotme do të marrë një vendimarrje, po themi, për ta rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike, atëherë kjo i hap rrugën edhe certifikimit të plot, po themi, të zgjedhjeve në këto qarqe, pra duke, po themi, i dhënë fund edhe aludimeve të Partisë Demokratike për pavlefshmëri të zgjedhjeve dhe duke lënë në fuqi rezultatin për këto qarqe. Përkatësisht për qarkun e Lezhës, Partia Socialiste do të ketë në kuvent 3 deputet dhe Partia Demokratike 4 deputet. Në qarkun e Gjirokastrës, në Parlamentin e Ri, Partia Socialiste do të ketë 4 deputet, ndërkohë që Partia Demokratike do të ketë 1 deputet. Në qarkun e Kukësit, Partia Socialiste do të ketë 1 deputet, ndërkohë që Partia Demokratike 2 deputet, ndërsa në qarkun e Korçës, Partia Socialiste do të ketë 6 deputet, ndërsa Partia Demokratike 4 deputet. Greta Bullarit, falenderoj shumë për raportimin e drejt për drejt.